e Partisë Demokratike? Natyrisht që ripërtitja e Këshillit Kombëtar është një element i rëndësishëm, por pavarësisht fuqisë që jep statuti, Këshilli Kombëtar nuk është se ka ndonjë fuqi ose pushtet real. Kështu që përsëris, si thosh, idenë që kjo ripërtritje duhet më thelluar dhe më zgjeruar në kryesi dhe pastaj edhe në forumet e larta drejtuese, sepse ata janë personalitete politike që do të bëjnë politikën. Antarët e Këshillit Kombëtar. Pra jeni ndër ata që mendoni se edhe kryesia do duhet ripar, po theme. Pa diskutim. Rotacioni e ish-litave, rotacioni i leadershipit është gjithmonë është një burim i freskët për çdo forcë politike. Është një qarkullim elitash dhe çdo forcë politike ka nevojë për qarkullime të tilla. Ka politikanë që mund të kenë dhënë kontribute të jashtëzakonshme, por që ka politikanë tjerë që e meritojnë një moment të caktuar për të hyrë në nivelet e larta të Partisë Demokratike. Rotacioni gjithmonë mbetet një levë Arkimedi për demokracinë e brendshme, por natyrisht edhe nëpërmjet konkurrencës së brendshme për të sfikatur ata politikanë që nesër pas nesër do të bëjnë edhe të mundur rotacionin politik, sepse Shqipëria është e lodhur, ne si opozitë jemi të lodhur, 13 vite në opozitë është Shqipëria udhëtetë gjatë, aq më tepër që para tjetër është komplet e zhytur në krim dhe korrupsion dhe nuk është e vështirë për t'i rrëzuar. Gjithsesi që mos dalim edhe jashtë pyetjes tuaj, unë mendoj që Partia Demokratike ka nevojë për t'u hapur maksimalisht. Më lëni t'ja bëj edhe një pyetje